Qendra për punë dhe politikë sociale në Gostivar në koordinim me organet e rendit në Gostivar kanë arritur të bien në gjurmë të disa personave, të cilët janë kapur në flagrancë duke abuzuar me fëmijët e vegjël, të cilët i kanë detyruar për të lypur rrugëve të Gostivarit. Ky fenomen më herët ka qenë një sekret publik, por mosveprimi i institucioneve dhe mungesa e informacioneve të konfirmuara u amundësonte personave të tillë të veprojnë pa u ndëshkuar. Qendra për punë dhe politikë sociale në koordinim me organet e rendit në Gostivar kanë arritur të bien në gjurmë të disa personave të cilët janë kapur në flagrancë duke abuzuar me fëmijë të vegjël, të cilët i kanë detyruar të lypin rrugëve të Gostivarit. Muhamet Tahiri, punëtor social në Qendrën për punë sociale në Gostivar, thotë se persona të tillë janë hasur në disa raste. Në kuadër të këtyre aktiviteteve, organet kompetente kanë zbuluar në shtetas të Maqedonisë, të cilët janë përballur me akuzë për kundërvajtje, pasi që nga policia e Gostivarit u akuzuan se kanë abuzuar me disa persona të mitur, me akuzën se të njëjtit i kanë detyruar me dhunë të dalin rrugëve dhe të ushtrojnë profesionin e lypsve në llogaritë të tyre, deklaroi Tahiri. Ky fenomen më herët ka qenë një sekret publik, por mosveprimi i institucioneve si dhe mungesa e informatave zyrtare u amundësonte personave të tillë që të veprojnë pa u ndëshkuar. Me aksionet e fundit të Qendrës për punë dhe politikë sociale dhe Policisë së Gostivarit u konfirmuan të dhënat se persona nga qytete të ndryshme të Maqedonisë dhe kryesisht nga Shkupi çdo ditë sillnin grupe fëmijësh me transport të organizuar për të lypur gjatë ditës në qytet. Në mbrëmje të takoheshin në një vend të caktuar dhe paratë e grumbulluara u jepnin shefave të tyre. Tahiri thotë se aktivitetet e kësaj natyre do të vazhdojnë edhe gjatë ditëve të ardhshme si pjesë e përpjekjeve për shërënjosjen e lypsisë, si dhe forma të tjera të kundërvajtjeve apo veprave që kanë të bëjnë me prishjen e rendit dhe qetësisë publike. Në shumicën e rasteve, personat e tillë janë viktimë të individëve të caktuar, të cilët i detyrojnë ata të lypin dhe të ardhurat më pas t'u dorëzojnë atyre. Ndodh që nëse nuk grumbullojnë shumat e parapara, edhe të maltretohen fizikisht nga shefat e tyre, vijon Tahiri, duke theksuar se në kuadër të këtyre aktiviteteve, në vende të ndryshme në qytetin e Gostivarit, gjatë aksioneve të kaluara janë ndaluar, ndërsa më pas janë dorëzuar në Qendrën për punë sociale 10 persona. Ato në të shumtën e rasteve janë kapur duke abuzuar me fëmijë të vegjël, të cilët i kanë detyruar për të kërkuar mëshirë. Gjoba për këtë lloj veprimtarie sillet prej 15 deri më 50 euro. Nga viti 2013 u formua grupi koordinues për menaxhimin e situatës në terren me lypsit, me përfaqësues të administratës dhe Këshillit Komunal, Qendrës për punë dhe politikë sociale dhe Policisë së Gostivarit. Tahiri nënvison se lypsit e qytetit ton janë të njohur për organet kompetente dhe ata jo vetëm që nuk pengohen, por edhe ndihmohen me subvencionime të ndryshme apo ndihma humanitare, ndërsa problemi është që t'i largojmë lypsit që vijnë nga jashtë për të bërë biznes nga humaniteti njerëzve bëmirës.